Përshëndetje miq, nga unë Gentian Fani. Sonte do t'ju flas pak në lidhje me një fjalor shumë të rëndësishëm. Fjalori është fjalori i gjuhës turke, siç e shihni. Ky fjalor është shkruar nga i madhi Sami Frashtri rreth 100 vjet më parë në Stamboll, në vitin 1901, dhe konsiderohet si një nga fjalorët më të mirë të shkruar deri më sot për gjuhën turke. Në origjinal, ky fjalor titullohet Kamusi Turki, pra fjalori i turqishtes. Mirëpo në kohën kur është shkruar me shkronja arabe, pasi në vitin 1901 ekzistonte akoma Perandoria Otomane dhe siç dihet, Perandoria Otomane përdorte gjithmonë alfabetin arab. Turqit kaluan në vitin 1929 nga alfabeti arab në atë latin, pra kanë kaluar shumë vonë në alfabetin latin. Për këtë vepër janë thënë shumë fjalë të mira nga akademik turq dhe nga shumë akademik të huaj. Akademikët turq janë shprehur se një vepër e tillë nuk mund të shkruhet dot as nga një institut i vetëm, jo nga një person. Pra, domethënë, po të kemi parasysh këto deklarata, do ta kuptojmë qartë rëndësinë e këtij fjalori. Dhe kjo gjë kuptohet, tregon që Sami Frashtri nuk ishte një dietar i thjeshtë, por ishte një shkencëtar i niveleve shumë të larta në fushën e gjuhësisë. Përveç fjalorit Kamusi Turki, Sami Frashtri ka shkruar shumë fjalorë të ndryshëm, siç janë fjalorët frëngjisht osmanisht, pra frëngjisht turqisht, osmanisht arabisht dhe shumë fjalorë të tjerë. Përveç fjalorëve, Sami Frashtri është edhe autori enciklopedive dhe i veprave të ndryshme. Romani i tij në turqisht, i cili titullohet Tashuku Talat ve Fitnat, e cila në shqip përkthehet Dashuria midis Talatit dhe Fitnatit, konsiderohet si romani i parë i shkruar në gjuhën turke. Pra, Sami Frashtri ka pasur një ndikim shumë të madh në botën dhe në kulturën turke. Është një nga personat e rrallë që ka kontribuar në të dyja kulturat, si në kulturën shqipe edhe në kulturën turke. Ashtu siç e vlerësojmë ne si shqiptar, në të njëjtën mënyrë e vlerësojnë edhe në Turqi. Edhe sot e kësaj dite do ta theksoj sërish që ky fjalor, por edhe fjalorët e tjerë që ka shkruar, konsiderohen si fjalorët më të mirë që janë shkruar deri më sot në Turqi. Këtë vepër unë e bleva para 4 muajve kur ndodhesha në Stamboll, dhe me thënë të drejtën fillova ta shfletoja me njerë që në momentin kur e mora, dhe kam ngelur shumë i kënaqur. Gjithashtu jam ndjer edhe shumë krenar që një vepër e tillë është shkruar nga një shqiptar i njohur. Ky fjalor, siç e shihni, është një fjalor shumë voluminoz. Fjalori përfshin një pjesë të madhe të fjalëve perse dhe arabe bashkë me ato turke. Pra është një fjalor shumë i plot i gjuhës turke. Siç dihet, gjuha turke gjatë gjithë historisë është ndikuar nga persishtja dhe arabishtja, dhe Sami Frashtri është munduar që të vendosi pjesën më të madhe të fjalëve arabe dhe perse në këtë fjalor bashkë me shpjegimet përkatëse. Siç e shihni, teksti është me alfabet osman. Në parathënien e këtij fjalorit, pra në fjalorin e Kamusi Turki, thuhet se Sami Frashtri ka lindur në vitin 1850 në
fshatin Frashtër në zonën e Përmetit. Gjithashtu aty shtohet se origjina e familjes Frashtëri, pra të familjes Sami Frashtërit, është nga zona e Beratit. Pra origjina e vjetër e kësaj familje është nga zona e Beratit. Pra kuptohet që Ijati dhe gjyshi i Sami Frashtërit më përpara pas kanë jetuar në Berat dhe më vonë kanë emigruar në Përmet. Një informacion ky që dihet shumë pak në Shqipëri, por që historianët dhe studiuesit turq i dinë shumë mirë, pasi ata kanë në dispozicion arkivat e detajuara siç janë arkivat osmane. Në lidhje me jetën dhe veprat e Sami Frashtërit, kam menduar të përgatis edhe video të tjera. Nga ju do të desha që për mbështetje t'i bëni like videove dhe të komentoni poshtë videove. Shihemi në video të tjera.